Unë me duvë, unë i vri se shka ko, shka s'ko. Edhe vaj, edhe ja fillon, me bismillah fillon, edhe ja nis duvës. Eto me duvë edhe me dur në gjishi, qështu, edhe e di se qka ko. Unë vetëm shërimin e baj, me sukses damin tash. Me që të dur? Me që të dur. Të dur veç të e gjesh? Me që të 10 gishta edhe me shuplaka. Me shuplaka? Prej 8 vjeçare dhe me thonë e ki? E kam, trashëgimi e kam, prej gjyshës. Prej gjyshës? Nënës babës. Ata që s'kan e kanë ma lirë, a kështu e kam 20 euro samcën. E mësë me kënu duvën a më në din? Jo, ne. Përshëndetje miqtë e mi të mediumit shqiptar që krejt nga Ona Adeja. Sot ku marrë të në shtime tek Ardiana Ademi, një mjeke popullore e cila si tek ndën duan e gjenë se ku është problemi asaj sëmundje dhe shërën atë me masazh. E për më shumë detaje, hajdeni me neve. Ardiana, përshëndetje e lol. Përshëndetje. Na falë se pak në zonën pa përgadit të punu, po ta dëshim nga tregu ma shumë, jeni mjeke popullore. Po. Na trego pak se sa ku ke fillu edhe çfarë punë bën, si mjeke popullore. Unë jam Ardiana Hysenaj, jam mjeke popullore. Unë këtë profesion e kam që 8 vjeçare. Fëmi. Prej 8 vjeçare dhe me thonë e ki? E kam, trashëgimi e kam, prej gjyshës. Prej gjyshës? Nënës babës. Po. Qka është masaksisht puna që e bën? Masaksisht është unozat e midisit, unozat e qafës, bushin kurizur, edhe mojskut që zgatën, edhe ato në gjeshi, edhe për të përkyne. Edhe për? Për përkyne, për përkyne. A, po, me përkyne. E bën prej fëmi, dhe me thonë, që e nisët e si fëmi e vogël? E nisa si fëmi e vogël vlaun, e ja kom gjesh kamën. Edhe i ka bë hajrë. Edhe ta na, qështu hajtë fjallë mas fjallë, me familjes tem. Ta na ja kujshia, ta na një ku nërë, ta na pata një unë si fëmija, si fillova u rrita pak ma, se vjetë ma shumë, janë isa pak si ma të madhe, dikura ndërëzoni ma shumë, dikura janë isa dhe me ordinanca kështu. Ta kam besu punën e fillem? Shumë. Po, se ka po sukses, nuk kanë veç hajgara, diçka po, sukses ka po. Për çfarë raste vinë ma shumë? Mas shumë ti për unozat midisit edhe për unozat qafës. Ashtë me sa seancat? Me 3 seancat. Me 3 seancat dhe me thonë veç komplot. Sa kushtin një seancë, për ata që në të interesun? Për ata që s'kan e kanë ma lirë, a kështu e kam 20 euro seancën. A ndodh me bëhe dhe papagesë, në qëfëse për dikën që s'ka? E që ma lartë dje e sot më posë asë raste. Asë raste papagesë? Unë dhe si ti isha që janë me sociale, apo nuk i punon dikush familje, sa dhe se kanë kërkan punë, janë pa punësem. Po, se kuptohet edhe këtu vinë njerës halëgji? Po, e vërtit. E qështë bën mundi ty kje punë me qenë se përbëjsh e qysh e vogël, qysh fëmi vetë? Qështë bën mundi kur e shetë që e ke shëru një pacient? Shumë mirë, në di vitën, jam krenare që i shëraj këta persona, pa marë parasysh, unë e gjeni nuk e këshyri, ashtë femën apo mashkull, unë e vetëm shërimin e baj, me sukses damin tash. Me që të dur? Me që të dur, që... Të dur veç të e gjesh? Me që të 10 gishta edhe me shuplaka. Me shuplaka? Të e gjesh? Edhe unë me duvë, unë i vri se shka ko, shka s'ko. Dhe me thonë, me duvë këta ajo e veçanta? Po, me duvë. Qysh, spjega ma pak, hajtë. Po, tash qështu e merë. Po du me po. E merën edhe vajin, këtu. Dhe me thonë qëtë edhe vaj? Po, edhe vaj, edhe ja fillon, me bismillah fillon, edhe ja nis duvës. Deri të përfundon, apo i ki? Deri të përfundoj me duvë kam. Me duvë, sa së gjatë? 10 minuta, 15 ma shumë ju. Nuk ndarësh, dhe më thonë veç me duvë? Vetëm me duvë edhe me dur në gjishi, qështu, edhe e di se qka ka. Apo? A shka janë unozat në mesh, edhe të kresta, të hangta, ato nuk kucaj mi prik, ato vetëm me mjekësi. Vetëm me mjekësi. Po, a qka janë të largune, lakune, i qes në venë. E mësë me kënu duvën, a më në din? Jo, nuk e. A e ke njës prej fillimit me duvë? Prej fillimit me duvë e kënis. Sa ka kështë CEO që e bujnë këtë punë? Valoj, nuk e di se
A nuk ka rona është? Nuk më ka ro se edhe nëna më kanë gjesh në Ferizaj, po tash për momentin aja ju, vetëm one tash ku me itë. Po. A ka kush pas teje? Me që të qenë ka trashëgimi? Po, kam dëshirë mi avlon vajzat këtë trashëgimi. A jenë të interesu me vajzat? Po. Po kështu, pesh, qyrë pak edhe pjesën e financa, sa e ke pajrën si punë, me që se tash kjo shëndru në punë? E the edhe vetë këmë zgjeru? Po. Sa e ke pajrën si punë, si profesion? Shumë e kom pajrën, se punë, po, veç edhe pacientat janë kanë të knasht, kanë qupë tjerë, shko se aja më ka shëru, adin shko dhe te provue. Ja, në ardhëm telefonojnë shumë kam telefonata, edhe për jashtit kam shumë termine që kanë ba, edhe më pysin telefon, jam qështu, jam për ty, apo s'jam. One i tregaj, po jo. E ke pas rast ku nuk ka pas dobit mira dhe pasaj kartë ka fajsut? Jo. Ose këthemi paret, ose që ka të shoftë? Dhe me thonë që 35 vite, unë e përnajtë qëtë punë, a las di njeri që më ka ardhë në derë, apo në shpe, se në dhe në shpe këmë punu. Që adi së më ke bëharë, ose ma shumë dhimë të më ke dhana, apo diçka jo. Që ka me ndëm pëse ka për aty njerëzve që nuk besojnë, nështë ma mirë do këtë me shku në mjekësi, me dhonë sa pare, më shëru se sa marrë më shumë e 20 do këtë që kështë kërgjohë. Une nuk i zë fajtor popullin, se kanë dështu vena, edhe i ka u besimi, apo kuptan. E për që të arsuje, shkujna për mjek, po i shala i dalin, për shëqër zoti që i kemë edhe mjek, se si cilë e ka profesionin e vetë, apo kuptan, a i përveshu ata, a i këta, a i qëta, si cilë e ka profesionin e vetë. Po dhe pa mjek, zoti mësë në lashtë. Cila është ta e mrekullia që ka ndodhë është që se ke besu as vetë një pequajmë dërasët matrona, është që se ke besu 100% që kam i kalu, po i ka kalu, ose ndë një rast që ditë shumë që e ke pas këto. Po, e kom pas një femër, aja i ka pas 2 kampë, asaj na i kanë ta mjek i këtë grimca eshnat. Edhe kër e ka pru të one, në shpe kom punu në atë kohë. Kër e ka pru të one 30 ren, sa dështë shumë mire janë. Nuk i ka asë grimca, asë këtë që. Qishtë du një muniti kjo, kër e peshe? Shumë krenarë. Po, shumë mirë. Po të në dhaja u kanë shumë e këzushme, adi mos kanë nga mas tjera ka. U drejtu vetëm të anë. Vetëm të të. Po, edhe kom pas rast djali 12 vjeqar, edhe aj kamën të thyne, në geps, ta në prindi vetë ka kalu, e ka po numrin në reklam, unë ole ka marrë, më ka telefonu, më thonë, jam të regu orarin, më thonë, prej 2 dhe në 8 punaj, e ka pru, tha, e bitë ke 10 herë, të ke 10 sanca, për ja bëj vish, adi me shëru. Po tash s'ka nevoj as 10, as 5, veç me 3. Tash mojës këtë i ka t'jallin nga dhe të tu lutë të hapsit, t'mi, po ma që i lujt, i kanë zgatë mojës këtë. Ta na, unë kom ra, a i djallë është shumë mirë. është shumë mirë. Qëfar e mosha kima shumë, a bebat, fëmi, matritën? Jo, ma shumë kam më shumë. A ndodhe dhe beba? A sillën edhe beba? Po, ama ato ma nuk kam, asë se ato i dim krejt. Se cila vjerë, apo se cila nane den. Ama edhe tritë më vinë. Po kam probleme, jam e mojsko, po kanë tërne këto, po ma gjumë këto, po ma nalë fryman. Edhe ato, pa problem, i shëraj. Unë do me thonë qka të kapin të urë që është për mu, unë me 3 seanca i mjafta i kry. Kryet, shërohet aja. Shërohet aja person. Po kur të vinë, a kërkoj njerëzit garancën, për shamu me thonë, a i sigur që 100% kam më kalu që? Jo, ashtë nuk më thojnë. Vetëm më thojnë, i na kanë që kanë, më tregojnë ase, unë e thamë, pa e të këqyrë, nuk e di qka të thamë asonë. E këqyri, e në gjyshe e këqyri ta për mu, nësë është për mu, thamë fillaj seansat, me 3 seansa. Po si e për mu, thamë zotit një moftë. Po si e për mu? Po.
Inshallah gjanë i lauqe, s'pëdi që mi thonë ndryshe. Unë të falenderoj shumë se gjete ku me ndomi neve. Falenderit e për juve që këni gjithë ku me ardhë më vizitu. I falenderoj gjithë popullin që kanë besim në mu. E inshallah nuk ju ndollin këtu, po që ndollin. Ndodh, ashtë jeta, nuk është që thërë mirë. Ashtu ashtë. Knasi dhe për neve. Falenderit Puna shumë. mbarë. Falenderit.